Moti i keq godet vendin e famshëm arkeologjik të Jordanisë, evakuojnë qindra turistë. Një val e fortë motit keq ka goditur Petrën, vendin e famshëm arkeologjik të Jordanisë, duke i habitur vizitorët me shira të rrëmbyeshëm dhe përmbytje të menjëhershme. Autoritetet jordaneze evakuan qindra turistë nga qyteti i lashtë i Petrës të dielën pasi shirat e rrëmbyeshëm shkaktuan përmbytje të menjëhershme. Evakuimi dhe pezullimi i tarifave të hyrjes në Petra u morën si masa paraprake për të garantuar sigurinë e turistëve. Sipas mediave të huaja, mbi 1500 turistë u larguan në mënyrë të sigurt nga zona fal ndërhyrjes koordinuar nga mbrojtja civile dhe udhërrëfyesit e vendit. Megjithatë, nuk pati raportime për lëndime dhe dëmtime serioze strukturore të trashëguara kulturore. Imazhet e ujit që rrithin përmes grykave të shkëmbenjve të kuq po bëjnë xhiro në rrjet.